Cilat janë dy momentet ma interesante, ma fantastike gjatë dëshmisë Amerikani tjetër shumë të rëndësishëm në Hag, Christopher Hill, e cila përtej peshës juridike që e ka në aspektin e gjykimit të krerëve të UÇK-s në Hag, mundet me na dhënë mësim edhe për sot e 100 vjet si shoqëni e si shtet. E para, një moment gati epik, ishte kur Chris Hill gati u nervozu se qysh përshkruhet UÇK-ja në speciale, si një ushtri ndër më të fortat në botë. Ngale edhe këshirën e mirë këtë moment. Another dozen or so were dressed in the black jumpsuits of the elite Tigers unit and were carrying automatic weapons, light machine guns, and shoulder-fired grenade launchers. The KLA troops look fresh. I don't know what you mean by looking fresh. Presumably, I don't look very fresh at this moment because I didn't sleep well from jet lag, but someone may say I look fresh. I don't know what that means. Dressed in what appear to be crisp new uniforms. I don't know. So I understand, I think, what's going on here, but the fact that we could not get in touch with people for 9 months, finding any kind of organization beyond people saying, oh, we'll talk to him, we'll take care of him, this kind of thing. I do not share the view that we were dealing with an organized Western, NATO-ready army. Pra, këtu përshkruajt një njësi që njeh si elitare ushtrisë çlirimtare të Kosovës, njësia Tigrat e Zi. Unë jam prej fshatit Abri Epërme, ku në një pjesë të madhe ka operu kjo njësi. Kam qenë mjaft e vogël gjatë luftës, por sot e asoj dite, kur e shoh pamjen ndër më të mirat këtij njësiti tu i parakalu në një nga rrugët e fshatit tim, natyrisht që ta krijon një lloj nostalgjie, mos për kurrë, veç për fshatin tan. E mandej kur e ngarkon edhe me historinë krenare e emocionuese rreth UÇK-s. Ama referenca se ky njësit ishte i lam, i vesht, i hekurast, para se me po Hillin të ju nervozu, më nervozoi edhe mu. Njësiti që i kishte rreth 100 antar, e njallëdhjetëshin kusherit mit, e shumë prej tyne dëshmor, u përshkrujke si lloj njësiti i barabart me najfar njësitit natës. Prandaj Hilli ju tha në një fjalë, mos folni budallakina dhe mënyra se qysh e thot do ket tipik nervoz me budallakin. E dyta, është se qysh kemi arrit me kriju shtetin e dytë shqiptar, Republikën e Kosovës, të i qenë bashk në një konferencë, derivati cilës është marrëveshja e Rambujës, dhe e dyta, madhështia e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Si me thonë, delegacioni i Kosovës me qato kravata sa do të pahekurasta në Paris dhe ushtarët e UÇK-s me rrobat pahekurasta në teren. Chris Hill, gjatë dëshmisë së tij, e konfirmon një detaj shumë interesant, botkuptimin pamkeq të kasapit Slobodan Milošević për neve shqiptarët, se kishe na zbohun bashk kur për kur gjë. Hill thot se arsyeja pse Serbia nuk e nënshkrujti Rambujën është pikërisht kjo, sepse Milošević i pamkeq besonte se shqiptarët s'do të bëheshin bashk kur në këtë pikë. And as Milošević had said so many times, he said the Albanians will never agree on anything. So this refuted his view that they will never agree, and therefore, if they would never agree, then Serbia didn't need to agree. He didn't need to agree. So here we have the counterexample. They agreed. So, Mr. Milošević, you're wrong about that, and you might consider what your next move is. Because the Albanian side that you said would never agree with each other, they have done so. Historia jo e largët e bashkë me të krejt kujtimet e shkrumet asaj kohe, përfshirë ato të sekretares Albright e deri te një prej këshilltarëve më të rëndësishëm të delegacionit shqiptar Mark Weller, kallëzon se shqiptarët jo veç që kanë qenë bashkë në Rambuje, por madje çdo tentativë që për shembull krahu i luftës me u përjashtu prej konferencës pro UÇK-ja, është kundërshtu nga vetë, le të themi, krahët tjerë, më i rëndësishmi Ibrahim Rugova, i cili jo veç që nuk ka pranu me negociun Rambuje pa UÇK-n, por e ka pranu edhe udhëheqës të delegacionit djaloshin rreth 30 vjeçar në moshë në atë kohë, Hashim Thaçi. Në një fjalë, dëshmia e Hillit ishte vazhdimsi dhe po aq me peshë sa ajo e James Rubin para pak javësh. Megjithse dyshja doket që nuk kalojnë mirë ose s'janë pajtu shpesh në kuptimin e angazhimit të tyre diplomatik, e sidomos në Kosovë, ata u bën bashkë për ta mbrojtur UÇK-n dhe ish presidentin Thaçi në Hagë.